Jemi kthyer të gjusë dashur dhe po besoj që jeni kënaqur me muzikë drejtash. Tash është koha për pjesën e sportit. Për sjell të reja dhe do të kemi edhe mysafir tjetër të ftuar, sepse në 4 ditë të rresht kampionati evropian do të mbahet në Frankfurt të Gjermanisë, në kuadër të karates, ku edhe Kosova do të jetë pjesëmarrëse dhe pikërisht për këtë unë kam tashmë në linjë të drejtë për drejt selektorin e kombëtares së Kosovës në karate Isak Curin. Trajner, përshëndetje dhe mirë se vjen në Radio Dukagjini. Përshëndetje dhe respekt për ju dhe dëgjuesit të Radio Dukagjinit. Trajner, fillimisht unë e di që jeni duke u përgatitur në maksimum në bukë të rrugovës, na trego si po shkojnë përgatitjet. Po, në fakt përgatitjet i kemi kryer dje dhe kanë qenë përgatitjet e mira, kemi kaluar pa lëndime, pa donjë për donjë sportistit që mund me kanë edhe ftofjet edhe lëndimet dhe gjithçka tjetër. Ka kaluar gjithçka mirë, kemi përfunduar ashtu siç kemi pas plan program për ta shfrytzuar kampin dhe kemi shfrytzuar maksimum. A ke dikush mal në formë, ma mirë se tjetri, a kanë mirë gjithë? Po, të gjithë janë mirë, po mund t'i veçoj Islam Salmonin që është të formë dhe Vlera Qerimi, të dy të ishin edhe besoj spektrin dy presën shumë, gjithashtu edhe medalisti Betim Ali që ishte po ashtu, po pret dhe shpresoj që të gjithë ata që ishin në kamp do të dhojnë më të mirë nga vetja dhe do të bëjnë një prezantim të mirë edhe në individuale edhe në ekipore. Trajner, unë e di që në Spajnë arritëm përmes Bia Mustafes, i cili është i klubit boksit Shari nga Ferizaj, arritëm me vitu një medalje të artë sa i përket Serie A. Tash ka presim kampionatin evropian. Realisht, cili është qëllimi, fokusi i kombëtares së Kosovës në karate? Po, qëllimi jonë tani është medalje e artë në evropian, edhe në ekiporet e vojzat, edhe të individualet e djeltë, sidomos të Islami dhe të Betimi, gjithashtu edhe të Vlera Qerimi dhe Fortesa Arana, besojmë që do të luftojmë për medaljet e artë, për arsye që kanë potencialin e kanë edhe provojën e duan për ta marrë medaljen e artë në evropian. Trajnera kanë shku mirë, e përmendë që kanë shku mirë përgatitjet realisht, keni pasur diçka ndonjë pengesë apo ka qenë gjithçka në rregull edhe keni pasur ndimes në përgjithësi nga Federata e Karates? Po, gjitha kushtet e mundshme i kemi pas akomodim të mirë, ushqimin e mirë dhe gjithçka që është kërkuar nga stafi jon është realizuar nga Federata dhe tani na ka mbetur vetëm ta shprehim dhe ta testojmë ato që kemi bërë deri me tani. Harmonia si është, se duke ditë që e ki edhe një staf mbrapa kogja të madh dhe përndryshe ki edhe sportista kogja eminent pjesë të stafit, njëri prej tyre është edhe Elhami Shabani. Na trego harmonia brenda grupit si ishte? Po, që kriteri parë që unë si selektor dhe stafi jemi kemi tjetë atmosfera me çdo kusht ashtu që siç duhet. Dhe atmosfera ka qenë 200% e mirë dhe kjo është një kriter që nuk lejohet të mos jetë. Ai duhet të jetë me çdo kusht dhe puna këtu janë sipas mundësive dhe sipas plan programit. Kurse atmosfera është kushti i parë që të jetë 200%, jo 100%, po 200%. Duke u falënderuar kësaj atmosfera dhe vitin e kaluar, ne kemi pasur sukses, se pa një harmoni, pa një respekt ekipor, sukseset janë çdo herë dhe gjithherë janë më lart se të arritshme. Trener, unë e di që shumë shpejt do të nisni, kur do të jetë dita që do të nisni për në kampionatin evropian? Po, nisim do të kemi në ora 6 nga Tirana për Frankfurt dhe diku në ora 9 do mbrim në Frankfurt, do t'i kryjmë matjet dhe do të kemi 24 orë pushim. Disa garues që kanë të mërkurën vetëm kanë udhëtuar tani janë në Frankfurt, ata që kanë të mërkurën. Kurse ata që kanë tajtën dhe të premtën do të udhëtojmë nesër. Me cilë garues do të nisin garën partë nga Kosova? Po, janë kategoritë e rona, Fortesa, është Vlera, është Jakupi, kategoritë e rona janë. Trener, e përmende pjesën e medaljeve, pra qëllimi dhe fokusi e medaljet e arta, unë e di që e keni rrit kriterin. Qofse se arrini ndonjë medalje,
Cilat do t'jena arsitimet? Po nuk ne jemi një shtet i vogël dhe jemi me kushte shumë të vështira dhe nuk kemi edhe provojnë ashtu si me çdo kusht luftojmë. Por neve do të jetë sukses edhe medalja në bronz, po besimi ju, bindja ju është se ne tani kemi kapacitete për me luftu për medaljen e artë. Kurse në sport nuk mundesh me i 100%, po kryesore është se besimi është 100% që mundemi të fitojmë vendet e para, edhe në ekiporët e voglat, edhe në dalë të këto të potin të 4 sportistë tanë. A kem fajna trener që keni rrit kriteret ju? Jo, nuk keni faj, po kjo është po në gjitha drejtimet dhe është mirë që ne kemi një harmonit mirë, kemi një përzgjedhje të mirë, më i mirë i shkon dhe kjo është diçka që ndoshta në të kalumen nuk ka ndodhur, po vite me radhë është duke u bë përzgjedhja e mirë dhe kur nuk ankohet askush, kur shkon i mirë, e ato edhe bëhet mirë dhe del mirë. Trener, faleminderit shumë që zgjidhte kohën me të qenë pjesë e pasdites sportive. Unë të uroj më të mirat dhe uroj që të vini me medalje nga kampionati evropian. Ju presim këtu në studio. Kur do të vini? Faleminderit dhe gjithë respekt do të jam te ju. Ne shpresojmë që do të dojmë më të mirë, do të kemi sukses që Kosova të jetë krenore prap me sportistët dhe sidomos me karatet. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.